në Tiranë. Qarë po ndosë? Kam parë komente të ca pakicave kështu intelektual vlasje. Ja popullin ata komente. Si e? Mirë, si e? Qa po bëjnë? Mirë. Si e që? Qa bëni? Kene dalë për në ekskursion? Jo, paset e protesta. Bravo. Ti ke shumë? Ti shokë thamë shumë. Si e bëjë? Dhe të fitoj interesi përgjithshëm. Normal, i ka bashkë Jo përshëndet vla, faleminderit që më folë. Dhe është një avokat kështu që më thonte mua që se qarë duhet të bëjme që se ka i den fare se qa ndodh. Ta që unë fola për gjarprin e sionizmit që është bështjellë Shqipërisë në trup. Qarë janë sionistët? Sionistët kryesisht janë frankist dhe ashkenazi. Dhe ashkenazit janë një pjesë e madhe e popullatës, rreth 90% të popullatës popullit të Izraelit dhe të gjujshve në botë. Por duhet të dini që hebrejt janë 2%, ose maranot, ose ata që flasin kryesisht gjuhën spanjisht dhe portugalisht në përbot, po dhe në familjet e tyre në Izrael. Duhet dini që hebrejt semitët janë kundër sionistëve. Sionistët janë një pjesë e vogël nga popullata ashkenazije që janë turq të bardhë në të gjithë botën dhe vetë hebrejt janë antisionistë, ju e pat në për protesta. Tashi, qa po ndodh aty në protesta? Ne luftojmë për lirin tonë dhe jemi kundër çdo gjarpri që përpiqet na mbështidhet në trup. Nga veriu, nga jugu, nga lindja, nga të katër anët të horizontit. Ne duam të jetojmë një popull i lirë mes të gjithë popujve të tjerë, ku mundësisht me të gjithë të shkojmë mirë mbi bazën e paritetit, pra të interesit reciprok në marrëdhënie. Dhe kam parë që një pjesë e komentuesve janë në politikë, në geopolitikë, janë me arabët ose me palestinezët dhe kundër Izraelit, ose një pjesë tjetër që dominojnë këtu me politikat janë pro-Izraelit dhe kundër palestinezët. Ne nuk jemi me asnjë. Ambicia e sionistëve është që të bëjnë Izraelin e madh me sa më shumë luftë, me sa më shumë dhimbje. Ata e kanë synim që ta bëjnë këtë. Kjo do sjellë destabilizim dhe mund të tërheqë të gjithë botën në luftë dhe sigurisht kjo nuk do të ishte një gjë e mirë. Pra sionizmi është një kërcënim botëror. Ne këtu në Shqipëri që na quanin konspiracionist, ju kemi treguar shqiptarëve të vërtetën me gjaktësi mbi bazën e librave që kemi sjell të autorëve më të ndriçuar të botës, nga perëndimi kryesisht, por edhe nga lindja. Dhe në këtë kuptim, për shkak se popullsia që na ndiqte në brenda një territori politik ishte më e madhe, pasi Shqipëria është një vend më i vogël dhe farajon ka zënë vend dhe njerëzit janë ndriçuar dhe ju është hapur syri dhe mendja. Dhe në këtë kuptim shqiptarët u bën avangard e një rreziku të madh të sionizmit në të gjithë territorin në popujt e Adriatikut. Kryeministri Kyriakos Mitsotakis është një fundërin për grekët, për popullin grek, ashtu si Rama një fundërin sioniste për popullin shqiptar. Por ne arritëm i ndriçuam. Ky ka bërë një nga krimet më të mëdha që ka bërë ky bashkë me Mitsotakisin, është diktatura e plandemisë, ku këta u bashkuan me të gjithë këllirat e botës me OPSH-n dhe torturuan dhe helmuan popullin shqiptar me vaksina
të dëmshme për trupin e njeriu. Dhe këta se të mund të thonë sot të gjithë shkencëtarët. Ik atje, më prit atje, ik atje. Dhe në këtë kuptim sot po zgjojnë dhe grekët, sepse Më prit atje. Ja erdha. dhe në këtë kuptim ne që ngritëm shqiptarët të parët dhe ju apëm syt nga ky rrezik i madh i sionizmit, jemi nga avangarda e të gjithë popujve të rajonit Flasdet të Italisë Jugut. Puljan kishte kohë që po e rrethonte ky gjarfër dhe bashkë me Sazanin këta kërkonin të rrisnin thellësinë strategjike të Izraelit për misionin që kanë të Izraelit të madh që e kanë sionistët dhe evangelistët. Shumica drejtuese e këtyre të dytëve janë Jewish conversos që u konvertuan në kohën e mesjetës kur ka qenë Izabela dhe Ferdinand i Kastiles 1492 kur ta i dëbuan dhe një pjesë shkuan për të shpëtuar në Portugali, por dhe atje i dëbuan me 1498 dhe një pjesë u bën konversos, kurse pjesa tjetër kryesisht ikën në territoret e Turqisë, ku i priti Bayaziti, Sultan Bayaziti, dyti, i cili i quajti budallenj ata që i kishin për zanë, për shkak se këta i quante njerëz shumë të zgjuar. Ka aty në protest është ai Paki Goxhaj, i cili ka bërë një vepër të mirë për mendimin tim, që ka vajtur dhe ka çuar ndihmën në Gazë, kushdo që ta bëjë atë është i lavdëruar për Perëndis, por ai kujton se ne duhet të kthehemi nga dashamirës të popullit Palestinës dhe kundërshtar të genocidit që ka bërë Izraeli dhe që duhet ta ndihmojmë si popull dhe si individ dhe si biznese të gjithë sa të kemi mundësi këtë popull martir ndaj të cilit historia ka bërë një krim të madh. Ky kujton se ne tash duhet sakrifikohemi të luftojmë ne tash për Palestinën kundër Izraelit dhe të qitim pushtë me Izraelin. Kjo është një politikë e gabuar. Ne e respektojmë Bakiun për aktin që bëri, por ne jemi kundër politikave që për çështjen e lindjes së mesme ne dalim kundër Izraelit. Këto janë çështje të tyre. Ne duhet të jemi tapur, të kemi ambasadë dhe të palestinezëve, siç ka bërë Enver Hoxha, po Enver Hoxha ishte ekstremisht kundër Izraelit dhe amerikanëve, ne s'ka pse të jemi, ne me amerikanët kemi qenë dhe do të jemi miq të përhershëm, pavarësisht nga kjo ngjarje që ndodhi me Xhavet Kushnerin. Amerika, të cilës është duke i rënë fuqia në Evropë, do t'i bjerë fuqia, po të ndahet në 10 rajone dhe Amerika nuk do ketë me këtë interes. Me kalimin e viteve për Shqipërinë, pasi bashkë me Groenlandën dhe me Kanadan, do bëhen një nga 10 rajonet ekonomiko-politike të botës dhe ne sigurisht duhet të kemi marrëdhënie të mira me Evropën dhe Shqipëria bashkë me Kroacinë, Sloveninë, Greqinë është lënë në Rimland, pra në tokat detare, sepse ndalimi i Shqipërisë në diktatin e Rusisë gjatë luftës së dytë botërore dhe Stalinit ishte një mungesë vëmendje. Ju e dini të gjithë që kur mbaruan e pyetën Stalinin, Churchillin thanë nuk kemi folur për Shqipërinë, e haruam. Dhe Stalini gjeti një moment që e glabërovi Shqipërinë bashkë me Jugoslavët dhe futi në zonën e vetë të ndikimit për të dalë në ujrat e Adriatikut dhe në këtë mënyrë Churchilli, se Roosevelti që shumë tolerant ndaj Stalinit, por Churchilli bëri një gabim të madh duke lënë Rusinë të dalë në Karaburum me ato nëndecet e veta, duke qenë në një burim konflikti për të përplasur me NATO dhe flotën e gjashtë amerikane që ishte në Pulja. Dhe një nga veprimet e mira që bëri Enver Hoxha ishte dëbimi i Rusisë. Shqipëria është njohur me lindjes dhe perëndimit dhe nuk duhet lejoj asnjëherë që në këtë territor, në këtë urë të ketë
konflikt dhe anim vetëm nga një ranë. Shqipëria duhet të jetë e hapur me të gjithë, të jetë mike me të gjithë, me asnjë armik, dhe kushdo gjarpër që kërkon ta mbështjellë në trup duhet të sillet me zgjuarsi dhe me trimëri dhe ta sharojnë në mes gjarprin edhe ta lërë në punën e vet. Shqipëria duhet të jetë të drejtohet jo vetëm nga njerëz të ndershëm, por nga ligje që ruajnë kontrollin check and balance dhe të ruajnë territoret të çdo pushtet të ketë territorin e vet, por dhe të kontrollohet nga mekanizmat të tjerë. Kjo punë nuk është punë ndërgjegje se Fredi është burr më mirë se sa tjetri, por kjo është punë mekanizmash ligjor dhe sidomos të një kontrolli të publikut nëpërmjet mediave të lira, të cilat në fakt janë të lidhura me pushtetin, një pjesë e madhe prej tyre dhe të korruptuara. Ne nuk kemi dalë në shesh për të nxjerrë ndonjë nga burgu, ne nuk kemi dalë në shesh për t'ia dhënë pushtetin ndonjë ajdutit të mediave që ka zaptuar ku të mund majtas dhe djathtas, dhe nëse ka ndonjë gjë të mirë që ka bërë Rama, është goditja e tij, e këtyre mini oligarkëve, dhe madje unë do t'ju thoja të gjithë tyre që kanë zaptuar tokën publike nëpër plazhe. Pregatituni se një lajm i keq është për ju. Do t'i lëshoni 300 metrë të rarës, asnjë shezllong nuk do të vini, ose po të doni ta vini gratis për shqiptarët dhe aty t'ju shërbeni ndonjë kafe, mund ta vini. Ndryshe